Do gjë, çfarë ishte Ballkani, çfarë ishte Ballkani i hapur? Sa asnjëherë se ka bërë analizën e Ballkanit të hapur. Gjithë flisin Ballkani. Çfarë ishte Ballkani i hapur? Zonj, nuk besoj se është kështu. Që Edi Rama punon. Ta mbaroj unë argumentimin tim politik, pastaj folti. Ballkani i hapur çfarë ishte zotëri? Ballkani i hapur ishte që porti i Durrësit, të gjitha bizneset serbe e kishin zero taksën e portualitetit, zero taksën e çdoganimit. Pra nëse do vinte Coca-Cola nga Italia, cigaria nga Italia, pra çdo gjë që do vinte, shtetet e Serbia do të administronte të gjithë portin e Durrësit me zero taks. Dhe gjithë mallrat do distributoheshin në Beograd, pra do shkonte gjithë patatinat, ushqimit, gjithë produktet e importit, do shkonin në Beograd. Pra nëse vinte me 2 lek Coca-Cola në portin e Durrësit, ku shkonte në Beograd do shkonte me 5 lek. Shtoj dhe të vëshon tatimin mbi fitimin të Beogradit, nga 7 lek u bote me 8.4 lek. Dhe do vinte në Shqipëri, shtoj dhe prap transportin 2 lek të tjera, do vinte me 10 lek në Shqipëri produkti. Dhe automatikisht Serbia fitonte tatimin mbi vlerën e shtuar për çdo produkt që vinte nga Ballkani i hapur, 20% automatikisht shtoj transportin. Por çfarë ndodh tjetër? Ti thua, okay, unë nuk bëhem distributor në Beograd, nuk e marr furnizimin atje, do ta marr në portin e Durrësit. Çfarë ishte porti i Durrësit? Një magazin super e madhe për Beogradin, pra që sillte 10 anije me produkte importi për të shkuar në Beograd, dhe një çerek anije që vinte për produktet shqiptare. Po ju në parlament ishit keni Po e kam kundërshtuar në parlament, por nuk e shpërndante njëri fjalën time. Se isha armik e popullit. Po. Dhe çfarë ndodhte këtu? Automatikisht, unë që sjell 10 anije, serbi, thot tani, këtu ato që do shkarkojnë malla do t'i sjell unë. Pajisjet, do ta bëj unë kontratën, pra të fillon të imponon gjithë menaxhimin e portit Durrësit. Pastaj fillon të menaxhon, ku do ma bësh pagesën ti mua? Ja, sa ma bësh pagesën ke Kredisi, as ke Raiffeiseni, as ke Union Bank, as ke Habib Bank. Ja, ti do ma bësh pagesën ke Banka Serbe. Dhe të gjithë produktet që vinin si rezultati Ballkanit të hapur, e gjithë fatura financiare, mbas 5-6 vjetëve kalonte nëpërmjet gjithë sistemit bankar serb. Dhe kush i bënte të gjithë të Edi Rama? Open Balkan. Open Balkan. Open Balkan. Sepse Open Balkan Berisha pro-serb, Fatoslano pro-serb. Mos po të them po është pro-serb. Pandelimajko pro-serb, Edi Rama pro-serb, e na i nxorën të gjithë. Kjo që thuti është e pak. Edhe Ilir Medën e ka bërë pro-serb. Kjo që thuti s'ka kuptim fare për mua. Nuk vjen në logjik. Kjo që ti tani do me bë titull, po unë nuk e shoh këtë gjë fare. Unë po të them tjetër gjë, unë po të them analizë financiare zotri. Edi Rama. O zotri, unë po të them analizë financiare. Unë po të them analizë financiare. Dhe çfarë do të thotë analiza financiare? Edi Rama nuk është as pro-serb, as pro-rus, as pro-amerikan, as pro-turk, as pro-grek, as pro-italian. Edi Rama është Edi Rama. Gabimi i juaj dhe joni është që ne themi Edi Rama është kështu. Edi Rama bën kalkulim pro pushtet. Kush mban pushtet Edi Ramën? Edi Rama i hap rrugën. Kaq. E mbajt Edi Ramën pushtet. Bën çfarë do për ty. Po të bash pushtetin. Po çfarë do ti? Ato doli ty. Ai ishte Edi Rama që thonë të bëja kështu na çat kokën kështu tani ka dalë me pasaportën europiane. Pse? Sepse ai ishte me tjetrin. Pra, Edi Ramën, kush mendon që është pro-serb, pro-rus, pro-dreq, pro-shejtan, i ka la durët me politikën. Edi Rama është pro-pushtet. Kush e mban pushtet Edi Ramën? Edi Rama është me atë. Dhe ky është një nga gabimet që asnjëri nuk e analizon Edi Ramën ashtu siç duhet.